Fshati Koçaj në Bulqis po përjeton largimet masive të banorëve të tij. Rinia është larguar prej vitesh, ndërsa së fundmi kanë tërhequr edhe prindërit, duke i kthyer banesat atje në të shkreta dhe pas një banor brenda. Të pakët janë ata që vazhdojnë të jetojnë në këtë fshat, por që nuk premtojnë se nuk do të largohen prej aty. Islam Çupi tregon se prej vitesh fshati i tij po përballet me largime masive, ndërsa ata që kanë ikur kanë lënë shtëpia e toka. Më shumë se 50% e fshatit është larguar, ndërsa drejt largimit janë edhe familje të tjera. Këto të janë largu, këto e kanë lënë tonë dhe kemi marrë me sera. Apo largu për më mirë, kanë për një jetë më të mirë, kanë këto të në Tiranë. Edhe në migracion kanë, po edhe në Tiranë, në Durrës, kanë shku për një jetë më të mirë, kanë visë. Fshati i Koçaj ka qenë rreth 40 familje, 40 e sa familje, tani kanë met 22 familje gjithsesi. Lagje, gjithë me gjajtë kanë avullu. Shem dhe pas banoj një imrena normal që të shpia dhe amortizohet dhe ketë problemet dhe koha. Mungojnë investimet. Tani mundohen me bëha dhe rrugë, kanë fillu të ushtru ka pak asfalt, copa. Këto brezi i ri nuk kthehet më, kurse këto të vjetrit kanë ngel vetëm pleqt tani. Pleqt mundohen me ma shpia. Vinë për zgjedhjet të bëjmë këta, të bëjmë ata, investimet mungojnë. Këto që janë largu, për moment, që ka mund këtu, ka 1 hektar tokë. Ka tokë, e tjertë kanë, për me shumicë, me pakitë, se janë nda, tani familjet edhe tokë kanë nga pak. Naim Çupi shprehet se vetëm mosha e tretë ka mbetur ende në fshat dhe ata janë me pakicë. Ai shton se nuk ka asnjë shans që të rinjtë e larguar të lënë emigracionin e të rikthehen në vendlindjen e tyre, pasi jo ka humbur shpresa e besimi që mund të kenë një të ardhme më të mirë. O brakti se kanë hikë trajt këtë, shpajt kanë ngellë bosh, jenë shem, a i pesë jenë shem. Ska asë një, kanë ngellë vesh një trapeshtu. Dizë shpajt trapesht. Ku të t'kejnë në të qofin kretë, e qofin Italinët vinë tu, të t'kejnë mo trajt tu, ata s'kejnë mo. Nuk ka perspektivë. Nuk ka perspektivë, s'ka këtu s'dape, këtu pension jo, punë jo. Kanë hikë gjithë, orte. Kjo është kretë, mo. S'ka të arët me këtu. Tu vesh rëllohë, dorë zoti, e t'jetë një hejë palqirë, se që të gjohë s'ka këtu. Fshati Koçaj është ndër fshatrat më të afërt me qytetin e Bulqizës, por mungesa e investimeve ndër vite e ka bërë atë shumë të largët dhe të braktiset nga të gjithë.